Nuk do të them që është më pak e rëndësishme anullimi i ligjit të investimeve strategjike, i paketës së maleve, është shumë i rëndësishëm. Madje 4 pika që unë mendoj që janë më të rëndësishme dhe që duhet të fokusohemi dhe protesta ka qenë fokusuar dhe duhet parë në shesh për çfarë qytetarët kanë folur, është dorëheqja e kryeministrit, që është e panegociueshme. Pika e 2 duhet të jetë kodi zgjedhor. Dhe pika e 3 është që kryeministri duhet të jetë me 2 mandate dhe është fair game, është mos e drejtë. Dhe pika e 4 është fuqizimi i ligjit të aprovuar për investime strategjike dhe paketa e maleve së fundmi. Unë besoj që nëse ndryshojmë kodin zgjedhor, ne do kemi përfaqësim. Për shembull, unë vetë me origjinë jam nga Dibra, dhe në qoftë se qytetarët, dhe nuk jetoj atje, dhe në fakt atë nuk më takon të i përfaqësoj Dibranën, sepse unë mendoj që duhet jetosh në atë zonë dhe të njohësh mirë problematikat e zonës. Pa diskutim. Dhe unë jam rreguar për rreth 15 vite, dhe në një listë të mbyllur në momentin që unë zgjidhe, janë disa pak, më falë që duhet ta shtoj këtë pjesë, që janë disa pak deputet që janë zgjedhur në listë të hapur dhe bravo u qoftë, dhe kam respekt. Po për listën e mbyllur jam kundër listës së mbyllur dhe do ndryshoj. Ajo duhet të jetë është një ndryshim